Ka vetëm pak orë që është publikuar dueti fantastik mes Dhurata Dorës dhe AZ, kënga e titulluar Fajet. Për detaje më të hollësishme rreth kësaj çështje, e ndjekim bashkë në vazhdim materialin e përgatitur. Faleminderit shumë prive për pyetjet që më keni bo, faleminderit gjithashtu edhe për përkryen, krejt aktorët që më suportojnë, ju dua shumë. Kënga Duet e dyshës që doli vetëm një ditë më herët arriti të thejë çdo rekord të tregut vendor për këtë vit. Deri tani dyshja ka grumbulluar afro 3 milion klikime në YouTube e për këtë ka një fillim plani. Bashkëpunimi i parë me AZ-in Kënga e Laslos u prit shumë mirë edhe kjo është njëra prej arsyeve se kena thonë që gjithçysh po dojna me qitë edhe një këngë për verë. Gjithashtu edhe e kena pas në plan një këngë me lancu komplet gjermanisht, edhe një këngë me bo shqip gjermanisht, kështu që ja dolëm dhe jam shumë e lumtur që u pëlqy nga publiku. Jemi mësuar tashmë nga dhuratat të presim hite. Puna saj e palodhshme po shpërblehet se cilin vit me nga një hit që ajo po e arrin të kap masën. Mos të harrojmë Zemër ishte bashkëpunimi më i suksesshëm ndonjëherë në historinë e dueteve. Mirë po, një garë mes hiteve të këngëtarës është duke ndodhur. Fajet, ditën e parë të lancimit u mirëprit shumë mirë. Se cila këngë ka vendin e vet. Unë jam shumë e lumtur deri tash qysh e pret nga publiku kënga e re. Shpresoj që kështu kam e vazhdu përderisa ju ktheni e kënaqeni më mbutje. AZ vazhdon të jetë një ndër reperët më të pëlqyer shqiptar si brenda një ashtu jashtë filmve. Po si është ai si një bashkëpunëtor e jashtë 3 minutave të klipit? AZ-in e kam mik shumë të mirë, për mu është shumë i talentum, edhe kur shkojna në studio, ai e din sakt çka do në muzikë, unë e di sakt çam përshtatet mu, kështu që është shumë e lehtë me bashkëpunu. Dhurata këtë verë doli të jetë aktive më shumë se sa herave të shkuara. 2 këngë erdhën njëra pas tjetrës, në afat të shkurtër kohor. Por do të jetë ky projekti i fundit për këtë sezon nga Dora. Kam punu shumë, kam shumë projekte që jam pa lancu. Për këtë verë nuk e di që atë pëm sakt se dhe kjo puna e pandemisë pak. Na ka shregullu, mirë po ta shohim, mbetet surprizë. Pavarësisht të gjithave, këngëtarja atraktive Dhurata Dora i doli hakësh vetës dhe fansave, duke mos u lodhur së sjelluri super hite.